Unë kam prezentuar disa projekte konkrete me shpresën që Emiratet e Bashkuara Arabe do të na mbështesin. Siç e dini, e kemi spitalin e fëmijëve që ka qenë donacion nga Emiratet. Tani e kemi edhe donacionin e dytë, spitalin e ginekologjisë, i cili do të ndërtohet nga fillimi. Deri pak më herët ishim në QKUK, ku e pam edhe lokacionin ku do të ndërtohet. Dhe tani erdhëm në Mitrovic, ku kemi prezentuar bashkarisht me Ministrinë e Shëndetësisë dhe kryetarin e komunës një projekt madhor, i cili besoj që do ta ndryshojë historinë e këtij qyteti dhe do të ketë impakt të jashtëzakonshëm jo vetëm në shëndetin e qytetarëve, por edhe shumë më shumë, me shpresën që do të arrijmë një pajtim që Emiratet e Bashkuara Arabe të na mbështesin në drejtim. Dua ta falenderoj edhe një herë presidentin e Emirateve që me një herë pas takimit ton ka dërguar delegacionin e nivelit të lartë ministror dhe udhëheqësin e investimeve strategjike në kabinetin e tij në mënyrë që të dakordohemi për hapat më të. Këtë rast sikursia të Emiratet e Bashkuara Arabe dhe përfaqësues mbreti i tyre, jo që ndryshon në gjendjen ekonomike në Mitrovic dhe shërbimet shëndetësore, por do të jetë njëri prej projekteve që do të ndryshojë krejt qasjen dhe kualitetin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore që do të ketë impakt të jashtëzakonshëm edhe në aspektin ekonomik për Mitrovicën, po jo vetëm për Mitrovicën, po ideja dhe projekcioni që ne kemi diskutuar sot dhe presidenti ja ka diskutuar gjatë vizitës së zyrtare që ka realizuar së fundmi, e ndryshon nivelin e shërbimeve shëndetësore dhe e ndryshon tërësisht nivelin e mirëqenies dhe zhvillimit ekonomik të. Tani më jemi para një projekti gjigant, si tha presidentja dhe kryetari Fatoni, është spitali në Mitrovic, i cili përveç se do të jetë një nga spitalet më moderne, përveç se do të jetë një nga spitalet më me infrastrukturë, po dhe me pajisje më moderne, do të jetë një spital që do të ofrojë shërbime nga secila pjesë e këtij rajoni, duke përfshirë Mitrovicën jugore, Mitrovicën veriore, por edhe pjesë të tjera siç janë Bushtria, Skenderaj dhe jo vetëm. Në anën tjetër, shumë mirë e keni ju aty kur tash për investimin në spitale, ne kemi bërë një analizë dhe përkundër gjitha investimet që mund t'i bëjmë në QKUK, fluksi pacientëve do të jetë shumë i lartë sepse një pjesë e madhe e pacientëve nuk i marrin shërbimet në spitalet regionale, dhe tani më kemi filluar nga Prizreni, nga Peja, nga Gjakova me disa investime në Prizren më shumë, por do të vazhdoj me çdo spital tjetër regional në mënyrë që secili qytetar në këto qytete të merr shërbime sa më afër dhe shërbime më të mira, që edhe të marr më afër shërbimet, po edhe në anën tjetër të mos krijohen të llovitë e zakonshme syt që janë në QKUK zakonisht. Përveç kësaj, jemi duke e studiuar dhe jemi në përfundim të studimit të analizës për ndërtimin edhe të 5 poliklinikave specialistike të tjera në regione.